zhvillime të Sa reja. pak Aleksandri, në fillim dhe jam dakord se këtu këto janë çështje zgjedhje strukturash. Pra, nëse do të shkojë dikush që struktura zakonisht duan vetëm figura të forta politike. Prandaj Tirana është, por ajo çfarë unë e shoh si fenomen këtë tutje dhe besoj se doktori ka rënë dakord me Ramën, zgjedhjen kandidaturave jo politike, pra jo kandidatura të kenë ambicie për të marrë nesër Partinë Socialiste ose Partinë Demokratike. Dhe kështu po ndodh. Është një lojë tango dyshe, pra nëse kemi zonën Maraseliu që nuk ka për të pasur kur ambicie siç kishte Erion Veliaj, edhe në krahun tjetër do kemi një zonjë që nuk ka për të pasur kur ambicie për të përballuar doktorin. Këtë zotëri. Po unë them që Zoja Çepa ne është vendosur këtu, pastaj ndoshta do dalim jashtë skemës. Megjithatë duke ngrënë, no? Po Oreksi vjen duke ngrënë, por nuk mund të kesh Oreks më shumë se sa 2 vjetrit siç është Rama dhe Berisha. Kështu që nga kjo pikpamje mua më vjen keq. Edhe biologjikisht zoti Minga duhet të zëvendësohet. Unë dua Tiranën trampolin për më lart, siç ka qenë Parisi për Elizen, siç ka qenë Roma që e përmendi me drejt. Pra Tirana duhet ta ketë këtë natyrë. I fundit ka qenë Erion Veliaj. Ishte Rama, ishte Basha, ishte Veliaj, dhe Veliaj nuk e mbylli mandatin dhe këti do kemi thjesht teknicien. Po ta shikoni edhe kompetencat. Mund të jetë një mesazh pak më i gjerë kësaj radhe që njerëzit duan një farë ndryshime. Jo, po unë e shoh, për shembull, po shiko, edhe kompetencat e kryetarit bashkisë tani janë redukuar ndjeshëm. Nuk është më, ai edhe leje pallatesh nuk jep më. Edhe 6 kalle poshtë. Pra gjithçka i ka marrë pushteti qendror. Kjo nuk do, bashkitë tona do jenë thjesht drejtori që do komandohen nga dy krahët. Po i bashkisë më të madhe në gjithë aspektet. Sa e rëndësishme është Tirana nga dakor, pra, po nuk është më Tirana ku konkurroj Basha ose ku konkuroj Veliaj. Është Tirana e Maraseliut nesër. Po mirë, është Tirana e cila të jep Shqipërinë, pra nëse opozita do e fitonte Tiranën, do të jepte kryetarin e bashkisë zonjën Maraseliu, meqense Rama e thot nesër, ne po e themi sot. Ajo është një profil tërësisht le themi administratore. Pra ditë bëj shumë mirë. Është monopoli i dytë më i rëndësishëm administrativ në Republikë Tiranë. Po dakord, po nuk është figurë, nuk është më status politik, Aleksandr, duhet ta pranojmë të. Nëse fitohet Tirana nga opozita do të vini. Rama ka vetëm një problem me nuk ka problem fitoren, por ka një problem me votat e 2023-shit. Qofse ato vota do jenë më pak ose shumë më pak se sa në 2023-shin, do konsiderohet një humbje për vetë Rama. Pavarësisht se kryetari i bashkisë nuk është në diskutim. Ku janë asetet është politika. Po pikërisht pra. Kurse PD-ja ka edhe ajo ka risitë më mëdhenj, sepse duhet ta ketë rezultatin paktën sa Belin Kılliçi që e kishte dramë rezultatin, PD-ja po ta ketë më poshtë do të jetë akoma më. Prandaj unë them që Arlin Qori do dalë i fituar i madh i këtyre zgjedhjeve, minimalisht do ketë jo 5, po unë mendoj diku te 10%. Po pse jo Agron Sheaj? Po s'është Agron Sheaj kandidat. Sepse do jenë mirë, pra nuk është, po ka mënyra se si. Po, nëse ai përcakton kandidatin, po dakord jam. Në rregull, pra aty po shkojmë. Dalin veç thua. Pavarësisht se ndërmjetson. Po ndërmjetson. Po Shqipëria bëhet çfarë do ndodh zoti Dedaj, kemi Dorina Prethin në lidhje live, që kemi mundësi të marrim një koment asaj dhe më një herë vim te Q për të marrë gjithashtu edhe një koment se çfarë do bëjnë dhe partitë e tjera. Zonja Prethi, përshëndetje. E mbyllëm me një koment nga zoti Qori, të paktën nga ajo çfarë po thoshte edhe zoti Minga, dhe duhet t'ju merrja një koment të ftuarve, por ju kemi juve në lidhje, kështu që mund na tregoni ju pak më shumë për reagimin që ka partia që ju